Në takim vjen i fundit e për herë të fundit si prijesi i legjislaturës së 9. Kryetari Demal Basha kra me bashkëpartiakën Albulina Agjiu futën të fundit në takimin konsultativ për agjendën e seancës konstituive të së mërkurës. Brenda sallës, ata i presin përfaqësuesit e 13 partive tjera përjashtë listën serbe. Një orë gjysmë diskutime të martën, duket se patën rezultate pozitive, pasi unanimisht pati pajtim për pikën finale të konstituimit, që përfshin edhe çështjen e nënkryetarit serb. Ka ardhur si propozim i të gjitha partive politikeve të liderëve ose udhëhesëve të partive politike të komuniteteve jo shumicë, jo serbe. Propozimi i tyre ka qenë i qartë që të shkohet në votim në pako. Pra pakoja të votohet, pakoja nënkryetarëve. Veç zyrtarizimit të legjislaturës së 10, këtë 11 shkurt pritet të votohet edhe qeveria e re për të hapur rrugë votimit të buxhetit e punëve të tjera. Por se për të ndodhur krejt këto, një ndryshim orari u bë me dakordem, pas kërkesës së PDK-s. Në respekt të asaj që po ndodh në Hagë, të gjitha subjektet, liderët të subjekteve politike kanë pranuar që mbledhja e seancës konstituive të mbahet në ora 17 dhe pastaj të vazhdohet me votimin e qeverisë. Duket se harmonia nga brenda i shoqëroi subjektit edhe jashtë, pasi askush tjetër nuk u ndal për deklarim.